edhe 6 ndeshje. Po, këto janë më të rëndësishmet. Rudi, ekipet europiane sërish dominojnë botrorin, do më thënë duke partë këto që kanë betur. Norvegjia me Zvicrën duket se janë disi po them surpriza atyre që të paktën nga çfarë janë kalkuluar në nisje të botrorit, nuk është se pritej që të dyja këto skuadra të arrinin deri këtu. Si shikon edhe të dy ndeshjet, Angli, Norvegji, Argentinë, Zvicër? Norvegjia është rritë shumë si kom, edhe janë besim plot, po të shikosh edhe janë një kombi veçantë, sepse kanë tamamët e mentalitetin e vikingve, jo më kotë ato demonstrojnë atë forcen e tyne të grupit. Ka një Halandi cili është që sulmuesi më i mirë i botës, është një makineri golash, janë lojtarë që luajnë nivelet larta, luftojnë shumë, vrapojnë shumë, edhe futbolli sotëm është një futboll paga shumë atletik, dhe këto nëpërmjet atleticizmit të lojtarëve që kanë gjendjes fizike, kanë arrit me ardhur deri këtu dhe sigurisht që do t'ja bën jetën e vështirë shumë anglezëve, sepse edhe ato mendojnë që janë po aq sport sa anglez, lojtarët e tyre janë dominant në ligën, në Premier Ligën angleze. Edhe mendoj që kjo është një ndeshje 50-50, Norvegji-Angli. Për sa i përket Zvicrës, një skuadër që i ka bërë llogarit lumnat futbollin e kalkuluar mirë, nuk ka një skuadër që bën spektakel, mbrohet mirë, janë të organizuar, ka një Xhaka i cili është lider absolut i mesfush, regulator i ndeshjes, por sigurisht që kur luan kundra Mesias dhe kur ke Argentinën përpara, është shumë e vështirë, domethënë gjithë mendojmë që Spanja edhe Franca janë favorita, po kur ke Mesin skuadër, nuk duhet kurrë me menu që kjo kombëtare e Argentinës, pavarësisht se nuk është absolute, mendoj që është aty. Pra unë mendoj Norvegji, Angli, 50-50, Argentina, po në fund kret mendoj këto 4 skuadrat e mëdha. Ja, do të pyes edhe për parashikimin, po